Depozitat në bankën Emporiki bëjnë që koha të punojë për ju. Me interesat më të mira në treg. Në euro deri në 4.6%, në lek deri në 6.5% dhe dollar deri në 4.25%. Hapni një depozit dhe kualifikohuni për një kasafort falas dhe kredi personale e aprovuar brenda ditës. Banka Emporiki. Jepini vlerë parave tuaja. Jo vetëm politik, jo vetëm politik, jo vetëm politik, jo vetëm politik. Aktualitet. Biseda në studio. Biseda në studio. Personazhe real. Jo vetëm politik. Art, kultur, sport. Të gjitha në një show debat. Jo vetëm politik. Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur këtu në studion e televizionit Apollon dhe pikërisht në emisionin e shenjtës Jo vetëm politik. Siç jeni njohur edhe në edicionet e mëparshme informative, sot është konstituar Këshilli i Qarkut dhe është zgjedhur në të njëjtën kohë edhe kryetari i saj, i cili është Luan Muça. Dhe kemi sot në studio për dëshirën e televizionit Apollon dhe tuaj njëkohësisht. Atëherë zoti Luan, mirë se keni ardhur. Ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi për mua që jam sot këtu në një mbas konstituimit të Këshillit të Qarkut dhe me mandatin e kryetarit të Këshillit të Qarkut. Faleminderit, por në të njëjtën kohë kemi të ftuar edhe dy kryetarë të komunave Mbrostar dhe Zharës dhe përkatësisht Vahid Basja dhe Tauland Grëmi. Mirë se keni ardhur. Në të njëjtën kohë kemi dhe pjesëtar të stafit të televizionit Apollon, Maku Pone, drejtori i informacionit dhe Evangel Sako, gazetar. Mirëmbrëma. Atëherë, pikë së pari, ne ju urojmë si staf urime për fitoren dhe paçi sukses në 4 vitet e ardhshme. Dhe pyetja e parë është pikërisht për ju, si ndihet kryetari i ri i Qarkut të Firit? Me jenë mbas fitores unë ndihem shumë mirë, por mandatimi im më vë para një përgjegjësie dhe një detyrë shumë të rëndësishme që ka lidhje me Qarkun e Fierit. Qarku i Fierit është një qark shumë i rëndësishëm në rang vendi, mbasi në Qarkun e Fierit, Qarku i Fierit është një nga qarqet më të mëdha në Shqipëri, nga 12 qarqe, ne jemi me qarku me 96 këshilltar, dhe qarqet e tjera janë më poshtë, me është Qarku i Vlorës me 57, Qarku i Durrësit me 44, Qarku i Korçës është me 50 e ca. Pra këtu vërtiten, kurse Qarku jonë është një nga qarqet më të mëdha në vend. Dhe kjo më ngarkon me detyrë akoma më të rëndësishme dhe më të vështirë për të menaxhuar një qark kaq të rëndësishëm, një qark me resurse, pasi unë edhe më përpara kam qenë në brendësi të gjitha problemeve që ka pasur qarku, pasi kam qenë sekretari i përgjithshëm i prefekturës dhe kam ndjekur të gjithë problematikën që ka pasur Qarku i Fierit në detyrën që kam pasur. Jam në brendësi të gjitha edhe të zhvillimit të zonës tonë, duke përfshirë këtu dhe rrethin e Fierit, ku bëhet fjalë për një park industrial, bëhet fjalë për shumë zhvillim që duhet marrë rrethi i Fierit, përveç kësaj edhe rrethi i Mallakasës dhe rrethi i Lushnjës, janë rrethet e njohura për mua, nuk janë të panjohura, sepse detyra që unë kam pasur më ka bërë me dije për këto të 3 rrethet që përfshin Qarku i Fierit, ku dhe unë sot jam mandatuar dhe jam kryetari i këtij qarku. Pikërisht unë këtu do doja të ndalesha sa e vështirë dhe sa e bukur është të lësh një profesion për të vazhduar një tjetër. Tani unë vij nga profesioni i avokatit, kalova në profesionin e sekretarit përgjithshëm të prefekturës dhe nga ai profesion ose më mirë në ajo punë dhe detyrë, sepse nuk është profesion, kalova në detyrën e kryetarit të Këshillit të Qarkut. Kjo ishte një ambicie për mua për ta realizuar dhe për ta arritur dhe unë arrita dhe realizova me sukses, duke bërë një fushat të qetë normale me gjithë këshilltarët e mi, sepse kjo kishte një pesë shumë të madhe, mbasi unë edhe thash dhe numri i këshilltarëve nuk ishte si në qarqet e tjera, me 50 apo 60 këshilltarë, po ishte afërsisht 100 këshilltarë. Dhe unë këtu fitova bindshëm në këtë fushat. Për mua ishte kënaqësi e veçantë dhe madhe që fitova. Me këtë rast unë nga studioj e televizionit Apolloni përshëndes gjithë këshilltarët e Qarkut të Fierit, pa përjashtim, të 96 këshilltarët. Përshëndes ata që më votuan dhe nuk më votuan.
Dhe sinqerisht u jep një mesazh të gjithë këshilltarëve, sepse u jap një mesazh që do të jem një faktor bashkues për të gjithë këshilltarët, të spektrit të madh dhe të djathtë, të mazhorancës dhe opozitës, mbasi këtu ne kemi një larmi ngjyrimesh politike, janë të përfshira gjithë spektri politik, të gjitha partitë politike, si të mazhorancës dhe opozitës kanë përfaqësim në Këshillin e Qarkut. Dhe fal menaxhimit që unë i bëj, janë faktor bashkues edhe për krahun e majt, dhe them me bindje dhe me shumë bindje që edhe spektrin e majt do të jeni vetë dëshmitar që do të jem një faktor bashkues edhe për atë spektër, mbasi dhe ai spektër nuk është i konsoliduar vetëm me një parti politike siç ka qenë nga era, si majti dhe i djati me PD dhe PS, brenda ka shumë ngjyrime, nga e majta janë të përfaqësuara 6-7 parti politike dhe nga e djata ka përsi 7-8 forca politike të cilat kanë përfaqësimin e tyre në Këshillin e Qarkut. Kjo është një anë pozitive, sepse ka një përfaqësim të gjerë, por dhe është dhe një anë tjetër negative nëse nuk je i ndjeshëm dhe nuk i kap dot të gjitha këto ngjyrime dhe nuk i prek këto ngjyrime politike të cilat janë të ndryshme dhe kanë interesa të ndryshme, detyrimisht nuk mund të ecësh dot. Mund të them se do t'i përfaqësoj mirë të dyja spektrat dhe të gjitha forcat politike që janë përfaqësuara në qark. Po, te kjo pikë do të ndalemi pak më vonë, gjithsesi unë do doja të dija të hidheshim pak para ditës së sotme. Sa e fortë ka qenë gara me rivalin tuaj politik? Gara ka nisur që nga Këshilli Bashkiak. Unë të kam dalë nga Këshilli Bashkiak ku ne kishëm minorancën, ishëm me raport 17 me 18 për spektrin e majt, që nga i moment unë e kisha deklaruar veten time kryetar të Këshillit të Qarkut, mbasi detyra që isha në postin e sekretarit përgjithshëm më jepte avantazhe për të njohur nga afër gjitha njësitë vendore, për të prekur gjitha konstituimet që bëheshin në qarkun e Fierit, konstituimet që bëheshin në bashkitë e komunat të këtij qarku, duke njohur nga afër gjithë këshilltarët, si të majtë dhe të djathtë, duke u shprehur atyre me njohje dhe respekt, duke ju kërkuar një të kohë dhe votën për t'i përfaqësuar në një mandat të kryetarit të Këshillit të Qarkut. Dhe gjithë kjo punë dha frutin e saj sot ku më mandatova nga sekretari i Këshillit të Qarkut nga vota e këshilltarëve të Qarkut Fierit. Po ti rikthehemi ditës së sotme, pra konstituimit të Këshillit të Qarkut. Zoti Grëmi, juve ishit sekretari i Komisionit të Mandateve, apo jo? Dhe nga sa pa shumë lindi një problem me antarin Ilirian Bakiasi, pra nuk ju vërtetua mandati në kohë. Si qëndron problemi? Ishte thjesht një mos vërtetimi i mandatit apo thjesht një zgjatje procedure parmes syt tuaj si sekretari i këtij komisioni? Atëherë, ky ishte një problem më sa konstatuam ne, ishte një problem teknik. Zotëria nuk e kishte sjellë në kohë këtë mandat, ishte marrë një vendim nga Këshilli i Komunës së Golemit dhe si duket kishte pasur përplasje midis institucionit të nënprefektit dhe Këshillit të Komunës së Golemit. Kishte disa hallakatje deri në momentin që para se të fillonte votimi ishim pothuajse të paqartë në rast se ky do ta sillte dokumentin i cili vërtetonte mandatin e zotit Bakiasi. Menjëherë mbas sjelljes së këtij dokumenti u sqaruan të gjitha, u pan komplet dokumentacioni i nevojshëm, ai që në të vërtetë vërtetonte mandatin e zotit Bakiasi. Pasi bëm konstatimin e të gjithë anës procedurale, konstatuam që ky mandati i zotit Bakiasi ishte i vlefshëm. Ndërkohë disa antarë të majtë të Këshillit të Qarkut e quajtën politike. Jo, në të vërtetë kjo nuk ishte politike, sepse në qoftë se kjo do ishte diçka politike, sigurisht nuk do kishim arritur në një zgjidhje pozitive për fatin e mirë të këshilltarit të Qarkut zotit Bakiasi. Pasi të paktën deri në momentin që ne ishim në sallën e mbledhjes, nuk kishim një dokument që vërtetonte mandatin e zotit Bakiasi. Dhe për këtë arsye nuk mund
ta lejonim zotërin që të merrte pjesë në procedurën e zgjedhjes së kryetarit të qarkut. Menjëherë, pasi ne i verifikuam, i dham atij të drejtën të votojë. Dhe zoti Bakiesi ka votuar një lloj si gjithë këshilltarët e tjerë të qarkut. Pra, u votua si gjithë elementët e tjerë, nuk u penalizua dikush. Përderisa nuk penalizohet, nuk kemi as të drejtë, as arsye dhe as logjik që ta quajmë një vendim politik. Po, faleminderit. Ndërkohë, zoti Baçja, juve ishit antar i këtij këshilli. Parë me sytë tuaj, i zhveshur nga ngjyrimet partijake, si rezultoi procesi i konstituimit të këshillit dhe i votimit për kryetarin e qarkut? Atëherë në radhë parë falenderoj televizionin Apollon që mësoi këtë tryez dhe i uroj zotit Luan suksese në punë në drejtimin e qarkut të Fierit. Unë e shikoj të gjithë drejtimin dhe punimin e mbledhjes së Këshillit të Qarkut me një drejtim shumë të rregullt, nuk pati ndonjë problem politik. Çdo gjë që sipas rregullave politike, të dy krahët politikë që janë vendosur sipas rregullave dhe nuk pati asnjë problem. Për mua dhe incidentet vogla që tonë të krijoheshin aty, nuk krijon që dikush kërkonte të krijonte, po nuk arrit të krijonte. Unë mendoj që gjithë ditën që u punua për të zgjedhur kryetarin e Këshillit të Qarkut dhe të gjitha rregullat organizative të Këshillit të Qarkut që janë për mua që në kodin normal. Edhe në fund fare që ajo që arrita më kryesore, zgjedhja e kryetarit të Këshillit të Qarkut që u bën në bazë domethënë ligjore organizative politike dhe ku spikati fitore zoti Luan. Për kanësinë tonë me Luanin ne do të punojmë, do të shtojmë gjitha problemet që ka populli, domethënë komuna Mostar, në cilën ka ngelur 5 deri tani, dhe shpresojmë që të gjitha problemet që kemi ne, mendojmë që do të arrijmë atë zgjidhjen e duhur. Po, gjithsesi do të kalojmë këtë pikë pak më vonë. Neve, siç e prezantova edhe pak më parë, kemi pjesëtarë të stafit të televizionit Apollon, të cilët unë do t'i ftoja në rast se kishin pyetje për kryetarin e ri të Qarkut. Unë së pari do t'i uroja suksesin në detyrën që ka marrë kryetari i Këshillit të Qarkut. Po, do më fali për konfidencën, Luan Hoxha deri dje ka qenë avokat. Luan Muça deri dje ka qenë avokat. Dhe jam i sigurt që u kam qenë shoku tjetër që në raste të veçanta në zyrë me shokët ka shfryrë atë duke që e shfrymë të gjithë nga ndonjëherë që politikanë na ka prurë në majtë hondës. Sot zotin Luan e kemi kryetar të Këshillit të Qarkut me një karrierë të pasur në politikë, që është politikan karriere. A ka të njëjtin mendim zoti Luan sot që është politikan karriere me zotin Luan ku ishte avokat për politikanët? Dy pozicione janë ndryshme. Në pozicionin e avokatit, ju e thoni që ka ndodhur këto fjalë allakatit dhe mërzia dhe në ndonjë rast edhe mund të thojë ndonjë fjalë, por kjo është në përgjithësi tek individ të veçantë, nuk ne shqiptarët e themi në përgjithësi, por në veçanti nuk mund të ishte të gjithë politikanët që janë politikanët na mërzitën, politikanët na bërë të bezditshëm politikanët. Kjo ndodh kur ka ngërç, kur nuk ka zhvillim, kur nuk ka arritje, kur njerëzit të vuajnë për punësimin, për energjinë, për gjitha, me fjali veshim atë petkun që edhe këta politikanët na i prunë në majtë hondës, na i plasën shpirtin. Ndodh me ky fenomen që thatë ju. Duke ardhur nga kjo përvojë që kam qenë avokat dhe mund të kemi thënë, mund të kemi unë në përgjithësi në atë individualitetin tim do të mundohem që t'i korrigjoj këto gjëra dhe të mos ndodh ky fenomen tek pjesa ime që unë do të drejtoj dhe tek njerëzit që unë kam marrëdhënie të përditshme dhe do të mundohem që të mos ndodh ky fenomen. Është e vërtetë që thuhet kjo fjalë. Ndërkohë, zoti Muça, shikojmë që regjia na ka mundësuar edhe pamjet e filmuara sot nga procesi i votimit, të cilat neve mund të ndjekim dhe të vazhdojmë bisedën. Atëherë le të rikthehemi, meqense janë pamjet. Pati rrjedhje nga antarët e Këshillit të Majtë.
Nuk Dhe pjesa tjetër, domethënë, që qëndruan besnik u shprehen paksa të indinjuar. Çfarë do të thoshte Luani? Aty ka një raport të qartë. Spektri djathtë ka 49 vota, duke përfshirë partitë politike të qeverisjes dhe PD-in, që ka 2 këshilltarë, 47 plus 2, 49. Aty ke edhe 4 këshilltarë të pavarur, 1 këshilltar është në komunën e Kunes dhe 3 këshilltarë të tjerë janë në njësitë vendore të Lushjes. Që i bie 49 dhe 4 janë të pavarur 53, 43 me spektër, po me sigël me fjalë janë spektrit majt, dhe pjesa tjetër avërsisht janë 96. Kështu që nuk mund të themi ka rrjedhje nga majta apo nga djatha, se unë votat i kam marrë nga pjesa të pavarurve, pjesa ime e djathtë, pjesa tjetër që janë, nuk mund të deklarojmë këtu ne që ka pasur rrjedhje nga majta apo ka pasur rrjedhje nga djathtë. Aty është një votim i fshehtë, votim korrekt. Më tepër është votuar. Në përgjithësi do të shërënjose tek të gjithë politikanët, do të vitet e pyetja e parë, ne kam përmbajt fundës, sepse ka qenë një mesazh shumë i mirë dhe i madh i elektoratit në zgjedhjet e 18 të shkurtit, ku bastionet e PS-s janë bërë bastionet janë përmbysur dhe ka fituar Partia Demokratike, dhe bastionet e BD-s janë përmbysur dhe ka fituar Partia Socialiste. Këtu mund të përmend Bashkinë e Mamurës dhe komunën e Cakrani, 2 krahasime për 2 njësi vendore. Dhe është tërë ajo që tha gazetari më sipër që ne i punë majtë mundës. Ishën 2 kryetarë, një kryetar bashkie dhe një kryetar komune, të cilët ja kishën quar në majtë mundës atij elektorati dhe ndodhi që në Cakra, kryetari komunës i Partisë Demokratike të fitoi me një rezultat shumë të thellë. Fala asaj indinjati që kishin ata për atë kandidat që shpreh aty është bastioni i PS-s, aty nuk mund të punoj unë më sepse ata votojnë, mirë po ndodhi e kundërta. Dhe kjo ka ardhur gradualisht, në fjalë edhe në pjesët e tjera të njësive vendore, ku janë organet profesuese, janë këshillat e bashkive dhe të komunave, ku në shumë njësi vendore që këshilli i komunës ishte i djathtë, dilnin antarë të këshillit të qarkut të majt, fal këtyre bashkëpunimit që bënin këshilltarët me njëri tjetrin, fal figurës që hidhin në votim në këshillin e komunës ose të bashkisë. Ai votoi nga këshilltarët e majt dhe të djathtë dhe dilte në këshillin e qarkut, ose këshillin e qarkut. Kjo erdhi edhe edhe shkallë dhe në këshillin e qarkut, dhe në këshillin e qarkut unë i kam marrë votat nga e majta, nga e djatha, nga të pavarurit, nga të varurit, nga të gjithë këshilltarët të cilët kishin besim për ta drejtuar në këshillin e qarkut. Pas 6 vjetësh, Këshilli i Qarkut merr ngjyrë blu. Çfarë do të thotë kjo për ju dhe për të gjithë ata që të mbështeten? Kjo më ngarkon me përgjegjësi me një detyrë të madhe që unë t'i përfaqësoj dënësisht në pjesën time që janë ato që thoni ju blu, por edhe pjesa tjetër është me ngjyrim tjetër, edhe ata duan një menaxhim të mirë të këtij institucioni, dhe unë do ta menaxhoj dhe nuk do t'i zhgënjej të gjithë ata që më votuan dhe pjesa tjetër që shpreson për më shumë në këtë institucion. Ndërkohë, çfarë përfaqëson Këshilli i Qarkut për ju? Këshilli i Qarkut përfaqëson një nivel të dytë të pushtetit lokal, se niveli i parë janë komunat e bashkitë, të cilat votojnë direkt nga populli. Dhe është një hallë e cila menaxhon të gjitha punët që kanë lidhje me njësitë vendore. Është një hallë e pushtetit lokal, e cila menaxhon fonde të cilat delegohen nga pushteti qendror nga ministritë të ndryshme, si Ministria e Shëndetësisë për qendrën sencore dhe të tjera, nga Ministria e Arsimit, Ministria e Transporteve, Ministria e Brendshme. Dhe këto fonde i delegohen Qarkut për t'i administruar dhe për t'i investuar në njësitë vendore, bashkitë e komunat ku ai është vendosur. Atëherë, zoti Grami, duke qenë se sot kemi kryetarin e ri të Qarkut të Fierit, cilat janë problemet më të dukshme në komunën tuaj, të cilat kanë mbetur pezull vetëm pse konstituimi i këtij këshilli u vonua paksa? Atëherë, problemet realisht janë të shumta. Kemi sidomos problemet me të vërtet që presin zgjidhje dhe atë zgjidhje duan sa më shpejt, janë sigurisht shkollat, qendrat shëndetësore, kopshte dhe
shumë probleme të tjera. Në të vërtet do më shoja pak në faktin tek shkollat, sepse tani është edhe periudha kur nxënësit mbarojnë, kthehen gjatë pushimeve të verës. Kemi një punë goxha të mirë për të bërë. Sidomos gjej rastin këtu, meqense kemi edhe kryetarin, gjej rastin t'i bëj edhe një kërkesë, pasi ka mbetur pezull pajisja me banka e shkollës së mesme në Zharrës, e cila është në të vërtet në kushte skandaloze, nuk e di se si ka arritur të mbetet deri në këtë fazë. Sigurisht, edhe me qendra shëndetësore jemi në kushte me të vërtet të këqija. Kështu që kemi goxha probleme për të zgjidhur me qarkun. Presim ndërhyrjen në të gjitha këto sfera të cilat janë problematike, të cilat prekin direkt interesat e banorëve, kryesisht në këtë rast të fëmijëve tanë. Megjithatë, unë i uroj kryetarit pikë së pari punë të mbarë, të nisi me këmbën e mbarë në punën në drejtimin e qarkut. Sigurisht do ndihesha shumë mirë në rast se do përfaqësonte në radhë të parë interesat e atyre qytetarëve ku unë drejtoj në këtë njësi vendore, por t'i shikoj problemet me kujdes, me vëmendjen e dur, kështu që të vënë me të vërtet këto investime nga ana e qarkut atje ku ka nevoja. Kemi probleme edhe me terrenet sportive. Në të vërtet fëmijët tanë luajnë akoma në rrugë, pasi këto terrene presi rehabilitimin. Me fondet tona sigurisht ndihemi edhe pak të varfër, sepse në të vërtet problemet janë goxha dhe ana financiare është lë pak për të dëshiruar. Kështu që në rast se do gjenim ndihmën konkrete të qarkut, në të vërtet do ishte një zgjidhje e mirë edhe për të realizuar ato premtime të cilat ne kemi bërë gjatë fushatës elektorale dhe problemet të cilat i ndeshim në jetën e përditshme. Po, faleminderit atëherë, zoti Pone, cili ishte? Po, unë do të pyesja zoti Luan, po përpara se ta pyes si kolegët, e uroj e zemra, faqebardhën të detyrë, në shumë rëndësi për komunitetin, e dorës pa për nga rëndësia, dhe kuptohet me të gjithë këshillin, i bindur jam se do t'ja dalim në krye me sukses, basi mendoj që edhe përvoja shumë e çmuar në prefektur, është e ndihshme dhe ka qenë e pranishme edhe për komunitetin edhe përmes medias sonë. Tashti, ju kemi parasysh edhe 2 kryetarë të rinj të komunave, të cilët kanë filluar më parë nga detyra, po dhe ju, zoti Luan, po e kjo që filluat, por duke qenë, si tu është pranë Këshillit Qarkut, në të gjithë praktikën e punës së prefekturës, dini një përvojë, gjithashtu edhe 2 zotërinjt, si Baçja dhe Gremi, kanë gjetur një përvojë në komunat përkatëse dhe një problem tepër shqetësues, sipas me do të dija sa mendoni ju se ka qenë transparent Këshilli i mëparshëm. Kjo për mua ka rëndësi të trajtohet, mbasi pa ditur pikat e dobta, se janë shumë probleme që ne mund t'i diskutojmë dhe tash po futemi në diskutim. Pa ditur një përvojë, pa ditur se si kanë ecur punët, kuptohet është diçka e mangut për të kryer detyrën, sepse ne na intereson si media që komunitetet di ku kanë qenë pikat e dobta. Por duke e filluar me transparencën, unë nisem nga një fakt i thjeshtë, sepse para pak ditësh ishte një kontroll edhe doli që diçka kishte vërtetesh një fond rreth, mos gabojmë, 4 milion lekë të reja, 20 milion të vjetra, dhe në një praktikë shumë vjeçare, mbe punë, si thuash, me gjithë ato fonde në dispozicion sipas drejtimeve të ndryshme të punës, nuk kemi dëgjuar në një transparencë
dhe është pak e çuditshme kur kjo transparenca dhe kjo, si ti themi ne, qofte edhe një veni llogarie para atyre që të kanë besuar të tyre dhe të kanë zgjedhur, domethënë qoftë për këshilltarët, qoftë për drejtuesin kryesor, mendoj duhet të dim diçka se si kanë qenë punët, ose të paktën qoftë nga ky kontroll, qoftë do të quhesh i vetmi. Domethënë e ndjej si të nevojshme që të dimë dhe përmes kësaj bisede besoj se janë me qindra dhe me mira ata që e ndjekin me interesim. Në tërësi, transparenca dhe sepse kam parasysh edhe një lloj pengese që undesh ju e përmendet parkun industrial. Sa e përgjegjshme ka qenë ai përkushtim kur kërkohej një përgjigje dhe do të thosha që diçka kape si një ganxh mbas Bregdetit, që ka një ligj veçantë, por qeveria si thuaç i vë gjërat në vend ashtu siç u bë. Edhe u hap si thuaç drita jeshile për të ecur dhe s'tjetër gjë se kur do të filloj realizimi i një investimi gjigant. Përsa i përket pyetjes së parë që ka lidhje me kontrollin që kreu auditi i prefekturës në Këshillin e Qarkut, atje janë gjetur një sër shkeljesh, por më e rënda ishte ajo që u e shpret me 4 milion lekë të shpenzura për dieta. Unë atë raport nuk e kam parë në detaj, por i kam edhe një sy përciptas. Unë do të thellojmë te ky raport, te ky kontroll që ka bërë auditi i prefekturës në Qarkun e Fierit. Përsa përket pastaj abuzimeve dhe shkeljet që janë bërë, ato do të shikojnë, do të ketë transparencë. Unë angazhohem se do të jem transparent në të gjithë punën time atje në Qarkun e Fierit. Kurse përsa i përket pyetjes së dytë, që ka lidhje edhe me problemin e investimeve të cilat kishin lidhje me Këshillin e Qarkut dhe kërkonin atje një miratim, ka qenë një mungesë e angazhimit dhe një mungesë vullneti nga ana e Këshillit të Mëparshëm për të bashkëpunuar me pushtetin qendror në lidhje me investimet e rëndësishme dhe gjigante të cilat i ofroheshin pjesës tonë të Bregdetit, konkretisht Bregdetit të Semanit. Unë kam qenë në brendësitë në korrent të këtij problemi, të këtij investimi gjigant, i cili do të kishte ecur edhe 3-4 herë më shumë edhe më shpejt, nëse ai ka ngelur në letra dhe akoma nuk ka filluar puna në këtë investim. Ka qenë si shkak dhe pasojë kjo mungesë e vullnetit nga Këshilli i Mëparshëm dhe më konkretisht nga kryetari i këtij këshilli, i cili zuariti dhe nuk e pengoi, më mirë themi, të investim. Dhe për investime të tjera nuk ka qenë frymë e bashkëpunimit e kryetarit të Mëparshëm. Unë do më falni, unë e trajtova këtë sidomos të parkut industrial, pasi ju jeni ndjeni se veçanërisht televizioni ynë ka shfaqur me të vërtet një interesim të madh, duke e trajtuar në format më të ndryshme të gjinive të televizive, edhe vërtet, domethënë e kemi dashur dhe e kemi ndjekur hap pas hapi dhe jemi si tu është të interesuar që ajo dëshirë se tek ne ndodhi mund të thoshe e kundërta me atë të Vlorës, sepse këtu edhe opinioni qytetar i Fierit, por sidomos edhe opinioni qytetar i komunës edhe në përgjithësi zonës qytetare ishte dhe shumë entuziast për këtë investim gjigant. Edhe sigurisht të donim që ju duke qenë tani në krye të Qarkut, së bashku me anën tjetër, me hallkat e tjera të pushtetit, qoftë vendor, qoftë qendror, që ta dim sa më parë se deri në ç'fazë ka vajtur kjo punë, në mënyrë që, sepse nuk është mirë që edhe ne të heqnim një kohë të gjatë, mbasi u dha krisma, u dëgjua një gjymim goxha i madh, edhe ne jemi stepur në propagandën, në sensibilitetin që ne i bëjmë problemit, sepse vërtet ne kërkojmë të dimë, me një fjalë.
dhe nëpërmjet nesh sigurisht komuniteti do të di. Komuniteti është vërtet që ka pritur mirë, pjesa e komunitetit e cila do të prekej nga ky investim, por edhe opinioni i mbar qytetar fjerake ka pritur me shumë mirë këtë investim, por unë desha të sqaroj diçka shumë të rëndësishme. Këtu ishte një investim i cili kryhej nga një kompani private, kompanitë private investojnë, sidomos një sasi kaq e madhe leku që do të idej për investim, kërkon dhe bashkëpunim me instancat e pushtetit. Me sa kam qenë në djeni, ky investim është kërkuar të bëjnë pjesën në Ballkan, më mirë them, por në pjesën e shteteve të Ballkanit, me sa di unë në pjesën e Serbisë. Ata pastaj janë shpërngulur dhe janë vendosur, kanë bërë një studim në pjesën tonë të Bregdetit të Semanit, dhe në qoftë se mund të ndodhë çudia dhe habia që ata largohen, në fundit janë kompani private dhe ata po zgjedhin klimë dhe bashkëpunim, mirë kuptim me këto halka të pushtetit, ai shkon dhe këto lekë investon në vende të tjera ku kanë emergjencë dhe domosdoshmëri në lidhje me ato që kishim ne me energjinë elektrike dhe me furnizimin me gaz. Pra, mund të ndodhe kjo gjë e dyta që tashmë inshallah nuk ndodh, por që të jemi korrekt dhe me komunitetin, me gjithë banorët, të cilët ashtu si shtatë ju e pritën me shumë entuziazëm dhe mbështetën shumë jashtëzakonisht mirë, jo si vlora, dhe ne thamë se do kryej, por në një moment që ti si pushtetar lokal dhe kryetari i qarkut ata i dëbon, më mirë themi, ai shkon dhe ose nuk ka besim më që t'jeti këto lekë dhe t'i investojnë në vendin tonë. Kjo ka qenë një pengesë shumë e madhe, po inshallah jemi në ato kuota, inshallah jemi në ato bisedime që ata vazhdojnë, mbasi kanë marrë, me sa di, e kanë firmosur tek Ministria e Ambientit pjesën që i takon ambientit, kanë halka dhe procedurat të tjera, kanë kaluar dhe në KRTSH-n e Shqipërisë pjesën e planmetrisë dhe plan vendosës së këtij objekti. Tani në qark unë do t'jap një mbështetje të fuqishme nëse është përsëri në ato frym me atë që ka qenë para 5-6 muajsh, 7 muaj mos gabohem. Televizioni juaj ka qenë një nga ata që ka propaganduar hap mbasatin në çdo pjesë të tij, këtë investim kaq të madh dhe gjigant. Unë do të jem në mbështetje të televizionit tuaj. Në çdo informacion dhe informacion i parë që do të kem në lidhje me këtë investim, unë do t'ja transmetoj ta bëni të njohur për publikun. Atëherë le të kthehemi pak tek auditi i brendshëm i prefekturës për atë kontrolli dhe shkeljet. Përpara 2 ditësh kur zoti Dano bëri edhe mbylljen zyrtare të detyrës së tij në një konferencë për shtyp, nuk e ka pranuar këtë lloj shkelje. Dhe për më tepër është shprehmisht ka thënë kështu, kam patur një staf të suksesshëm. Cili do të ishte komenti juaj? Unë përsa përket stafit nuk duhet të hyj fare në lidhje me përgatitjen anë profesionale të këtij stafi. Ai staf mund të jetë ashtu siç thotë ish kryetari i mbarshëm. Dhe për mua do të jetë gjë më e mirë, nëse unë gjej një staf të përgatitur dhe një staf me nivel, pasi do më lehtësoj punën time të kryetarit të qarkut. Përsa përket mohimit që ka bërë në lidhje me shkeljet që ka bërë për 4 milion lekë që bjen në syri të reja për në lidhje me dieta. Këto do të shikohen dhe do të, nëse janë ashtu siç thotë ai, inshallah ndodh ashtu siç ka thënë kryetari i qarkut që nuk janë të vërteta dhe nuk ekzistojnë. Unë me sa di atje ai raporti i kontrollit ka marrë dhe masa konkrete për punonjës të veçantë që mbulojnë këto shpenzimet që kanë lidhje me dietat, shpenzimet operative e tjera. Duke qenë se sot zoti Luan Muça është kryetari i Këshillit të Qarkut, a do të bëjnë ndryshime në administrat përsa i përket ngjyrimit partijak? Përsa i përket ngjyrimit partijak, atje nuk do të ketë asnjë lëvizje, asnjë ndryshim në administratën e Këshillit të Qarkut. Atje do të ketë ndryshim vetëm nëse në administratën e Këshillit të Qarkut ka pas abuzime, siç e përmendët dhe ju në televizionin apo vonë, abuzime në lidhje me financimet të cilat kanë qenë në këtë institucion.
Ati do të ketë ndryshim të administratës në qoftë se ajo administratë nuk e qenë korekte me punën për të cilën është ngarkuar për ta kryer. Për sa i përket ndjenjave politike, aty nuk do të ketë asnjë lloj lëvizje në këtë administratë të Këshillit të Qarkut. Dhe në rast të ndonjë shkarkimi do të bëhet transparent shkarkimi një X punonjësi për mediat? Për mediat, për televizionin tuaj dhe di televizionet që janë këtu në Fier lokale, do të jenë transparente dhe shumë të qarta largimet nga puna. Po faleminderit. Atëherë zoti Sako, cila është pyetja juaj për kryetarin? Në fakt, zoti Musha ka qenë në sofrën e madhe të pushtetit, sepse ka qenë në prefekturë sekretari i përgjithshëm. Edhe mua nuk më duket ndonjë ndryshim i madh nga posti që ka patur, po në kuptim figurativ ka qenë Guzhinda që ka kaluar në dhomën e pritjes. Megjithatë, prapë në konceptin tim, prefektura dhe Këshilli i Qarkut nuk më duken vëlla e motrë, por më duken kopjet e njëra tjetrës. Dhe nëse unë do të isha kryeministri i Shqipërisë, njërin prej dyre do ta eliminoja. Me këtë nuk dua të pres entuziazmin që të mandati 4 vjeçare, sepse në investigimet që kanë bërë, ato kopjojnë njëra tjetrën në detyrat dhe punët e mëdha. Doja të dija në konceptin tuaj, çfarë ndryshimi ka prefektura nga Qarku edhe për dëshirë të shikuesve që na ndjekin. Kjo është pyetje shumë e vënd, është edhe shumë e vërtetë ajo që thoni ju, që këto kopjojnë njëra tjetrën. Për mua është shallë tepër të Këshillit të Qarkut, atje ku unë jam zgjedhur sot, ne kam diskutuar dhe me deputet, me gjithë ata që morën pushtetin lokal, pasi kam një shkallë të madhe njëjë në lidhje me administrimin e pushtetit lokal, si funksionon. Për mua Qarku është shkallë tepër. Është niveli 2, është niveli, sepse këtu është prefektura e cila kryen shumë punë që koordinon veprimet e njësive vendore, komunave dhe bashkive, me Ministrinë e Përkatësisë të Pushtetit Qendror e të tjerë. Unë bashkohem me mendimin tanë që këto kopjojnë njëra tjetrën dhe duhet të jetë një. Mund të ketë të organizohet me rajone, me 4-5 rajone në gjithë Shqipërinë, por jo 12 prefektura, 12 qarqe, unë jam me mendimin tuaj, nëse e kishit pyetje dhe mendim bashkë, që këto kopjojnë njëra tjetrën dhe për mua, unë jam me Qarkun që është shkallë tepër të pushtetit lokal. Megjithëse jam zgjedhur sot, nuk kam ndonjë problem që e them mendimin tim ashtu siç e ndjej dhe siç e mendoj unë që duhet të qeveriset pushteti dhe duhet të kenë ndërturi pushteti lokal me pushtetin qendror. Është prefektura ajo e cila e koordinon, është deleguar i pushtetit qendror, i cili koordinon gjitha veprimet e njësive vendore me pushtetin qendror. Ose në të kundërt të jenë prefekturat në nivele më të larta dhe të jenë qartë. Por është një ngërsh, sepse me sa di unë me shkallën e njerëzve që kanë për pushtetin lokal, është bërë adoptimi qeverisjeve lokale, jo i një vendi, por mund të marrë të Norvegjisë ka marrë për komunat, të Francës ka marrë për bashkitë, të Gjermanisë ka marrë për qarqet. Nuk e kanë bërë kopjimin e qeverisjeve në shtetet ndryshme të Europës për të gjithë pushtetin lokal dhe qendror bashkë. Por i ka marrë të adoptuara nga shtetet ndryshme, ka marrë qeverisje të njerëz, të njëjtit nivel, të bashkive ose komunale, të Qarkut ka marrë në një shtet tjetër dhe të pushtetit qendror e kemi organizimin edhe funksion me pushtetin qendror të një shteti tjetër. Nëse kam unë njohë. Kështu që prandaj ndodhen edhe këto ngarkimi, ngarkese që janë të pushteteve, sepse është aqe tepërt në fundit nuk ka pse mund të jetë Qarku, mund të mos jetë prefektura, mund të jetë prefektura, mund të mos jetë Qarku, në fundit janë administrat, janë lek të kësa paguesve shqiptar. Jo se në konsimin e kemi pak moshe e vjetër, duket sikur është ish komiteti i partisë, me ish komiteti ekzekutiv. Bëjnë një funksion edhe po më pëlqen përgjigjja sinqerte juaja dhe sepse mbase ndonjë politikan i paqë kërkoni shkurtimin e vendit të punës. Ne shpresojmë që të bëhet pas 4 vjetësh gjithsesi. Atëherë zoti Baçja, cilat janë problemet në komunën tuaj të cilat do doni t'ja thoshit sot përpara medias son kryetarit të ardhshëm të Këshillit të Qarkut? Në radhë parë zoti Luan nuk erdhi kështu me rastësisht, por erdhi natyrshëm, sepse
Në komunën, kryesisht në komunën Mostar, për mendimin ton dhe konceptet që kemi ne dhe me stafin cilin unë drejtoj, problemet janë shumë dhe nga më të shumtat. Aty në komunën ton nuk ka ujë, në komunën ton nuk ka shkolla, në komunën ton viti 2007-2008 kryesisht në kallën e vogël nuk s'ma vjen mendja të bëhet procesi mësimor. Problem me shumë kemi me rrugët. Në komunën tonë, falë këtij stafi të ri që kemi krijuar, kemi ngritur karrotën dhe jemi në fillim të një grand plani ose projekt plani për të futur në pjesën nga kufiri i Vajkanit deri në Mostar si zonë industriale. Dhe këtu shpresojmë dhe është një nga pikat kryesore në cilën ne duhet të kalojmë këtë projekt për në Këshillin e Qarkut dhe kemi shpresa që kjo kërkesa jona të realizohet. Problemet ndryshme ka Mostari. Kryesisht komuna Mostar, kryesisht për kopshtet të fëmijëve, kemi probleme me romët, probleme të shumta për ora kalimi, në kalimi mbi trasen e Korrutës, kemi po edhe për qendrën shtetërore të romëve, sepse ne kemi një komitet rom aty dhe nuk e lëm pas dorë ata. Problemet ndryshme me gjithat vetur për trajtuar, por nuk është e mira që ne t'i kërkojmë këtu, do t'i bëjmë me shkrim më të një vijim të punës sonë me zotin Luan, me kryetarin e ri të Qarkut, dhe mendoj që të gjitha këto probleme që ne parashtrojmë edhe këtu në këtë takim, neve hap pas hapi këto do të evidentojmë dhe do të paraqisim Këshillit të Qarkut dhe besojmë se do ta shikojnë me konsiderat problemet që do të kemi neve. Kam besim plot e kryetari i ri. Faleminderit. Atëherë, zoti Grëmi, si kanë qenë marrëdhëniet e komunës suaj, pra marrëdhëniet institucionale me Këshillin e Qarkut të deritanishëm? Atëherë, të paktën që nga koha që unë ndodhem në krye të komunës së Zharzës, pak a shumë nuk ka pasur më saktë raporte me Këshillin e Qarkut, sepse në të vërtet kemi pasur shumë pak gjëra për të folur dhe për të biseduar me Qarkun e deridieshëm, sepse e para punës nuk ishte funksional. E dyta, me marrjen e komunës kemi hasur goxha vështirësi, kishim shumë pak gjëra, më saktë i gjetëm zyrat pothuajse bosh, pa pretenduar për të kërkuar në Qark, jo më për të hyrë në marrëdhënie me ta. Sigurisht jemi në përgatitjen e gjithë shkaje pothuajse të nisur nga zero. Kemi marrëdhëniet tona me Qarkun e tanishëm, ato janë më të rëndësishme, besoj. Pasi janë ndërthurur të 3 hallkat, njësia vendore, Qarku dhe njësia qendrore ose qeveria. Tani mund të kërkojmë. Po, faleminderit. Atëherë, zoti Muça, duke qenë se sot jeni kryetari i ri i Këshillit të Qarkut, a ka një platformë të re për ju, duke mos i menjanuar dhe këto që sapo thatë, pra premtimin për komunitetin? Platforma e re është unë do të bashkohuni me gjitha njësitë vendore, me kryetarët e komunave të Qarkut të Fierit, kryetarët e komunave të bashkive, pa dallim bindjes politike, mbasi aty nuk janë vetëm kryetarët e komunave të Partisë Demokratike, por ka kryetar komune të Partisë Socialiste, të Partisë Socialdemokrate, ka të pavarur, ka kryetar komunash të gjithë spektrit politik shqiptar. Të gjitha kryetar komunash të bashkia do ta kenë derën të hapur, do të kenë një bashkëpunim të mirë. Unë me sa mundësi do kem dhe me sa financa do të na jepen dhe do të na delegojnë nga pushteti qendror, do të ketë një ndarje të barabartë për njësitë vendore të Qarkut të Fierit. Por, desha të bëjmë dije të 2 kryetarë të rinj të komunave, kanë shumë hallë dhe probleme të komunitetit të tyre. Do të keni një gjë parasysh, decentralizimi i pushtetit lokal në 2007 pothuajse ka arritur në kufirin e 70% të kompetencave që ka pushteti lokal, mbasi edhe biznesi i vogël i cili nuk ka ndonjë të ardhur shumë të madhe dhe të konsiderueshme, por është një ardhur për komunën dhe për njësitë vendore që operojnë të Shqipërinë. Desha tu them dhe t'i bëjmë dije që këta duhet të kenë një menaxhim të mirë të këtyre taksave,
të ardhurat të komunës tyre, mbasi nga informacioni që kam unë, kur kam qenë sekretari i përgjithshëm i prefekturës, shumica e kryetarit të njësive vendore të kaluara kam pas bërë një abuzim shumë të madh me taksat komunitetit, me taksat vendore që ata kanë pas, me buxheti i cili ka qenë i deleguar, dhe grantin tani këta e kanë shumë tensionuar, mbasi delegimi i biznesit të vogël në pushtetin vendor, ja u ka ullur grantin, për mos thënë që është shumë i vogël dhe i papërfillshëm për njësitë vendore. Kështu që kryetarët e rinj duhet t'i përvishen punës mirë, sepse në radhë parë janë menaxheri parë i komunitetit ku është zgjedhur. Është njeriu i cili do të jetë i pari atij komuniteti për ta menaxhuar, për të qenë në krye të gjithë hallet dhe problemet të cilët e ngritën dy kryetarët të komunave, ku përmendën shumë shkolla, rrugë, ujësillca, kanalizime, ujëra të bardha dhe zeza. Janë këta të cilët me punën e tyre, korrekte, të ndeshëm, transparente, do të bëjnë investime në këtë fushë, në lidhje me këto projekte të cilët ta i kërkojnë. Qarku është qarku sa vjen dhe i kompetencat i ka ato që ka pasur, por fondet sa vjen dhe i zvogëlohen, mbasi me sa di unë janë bërë me dije, komunat kanë të drejtë të ngrenë dhe KRT-n e komunës. KRT e komunës është mund të them është një pjesë e pushtetit lokal e cila ka shumë rëndësi në komuna, mbasi aty edhe kjo pjesë e pushtetit lokal ka shumë të ardhurat e kësaj janë në lidhje me punën që do kryej kjo për t'i bërë gjithë banorët e njësive vendore me dokument i cili është shumë i rëndësishëm, mbasi me sa kam unë informacion, ato të gjitha shtëpitë banimit dhe shumica e këtyre trojeve që kanë në komunat në këtë qark janë të palegalizuara dhe të pabëra me dokumente të ligjshme, dokumenti i cili është dokumenti përfundimtar në zyrën e regjistrimit të pasurisë së palujshme. Por e rëndësishme është vetëm KRT e komunës, mbasi dokumenti i KRT-s komunës është i parafundit dhe me këtë dokument ai në zyrën e regjistrimit regjistron pasurinë e tij, gjë të cilën e ka kryer më parë Këshilli i Qarkut me KRT-n e Qarkut. Kjo hallk, e cila ishte këtu doli dhe hallka që tha dhe gazetari i mbarshëm, hallka e tepërt që është Qarku, mbasi KRT e komunës e shman KRT-n e Qarkut dhe i kryen direkt veprimet në njësi vendore, në komunë dhe në bashkinë e tij. Dhe kjo KRT e komunës ka të ardhur mbasi banori njësisë vendore është detyruar të paguajë një taksë në lidhje me shërbimin që do i kryhet nga KRT e komunës. Dhe këto taksa janë në arkën e komunës, të cilat do të investojnë në lidhje me këto rrugë, ujësillca, kanalizime dhe emergjencat që ka komuna. Komunat të dy zotërinj nuk e kanë gjetur në gjendje të mirë. Unë kam informacion ku ne kemi pasur një shans me mirë desha të them në lidhje me komunën e Zharzës, aty do të ndërtojë një landfill, erdhi një kompani e huaj, e cila kërkonte bashkëpunim në komunën e Zharzës për ndërtimin e këtij landfilli, dhe këta premtonin për të shtruar një rrugë pranë këtij komuniteti ku do të ndërtojë ky landfill, do të investonin dhe në ujësillës, në fshatin në Sheqishte. Nuk e pranoi kryetari i komunës, bëri dhe protesta, televizioni juaj është njohur me këto protesta, i keni ndjekur këto protesta. Ky ka qenë një shans i cili nuk u pranua nga kryetari i komunës dhe nuk përfitoi komuniteti. Të tilla shanse nuk do të ndodhin më që të mos pranohen nga komuniteti dhe të mos pranohen nga kryetarët e komunave të cilët janë zgjedhur. Unë kam besim të plotë dhe kam siguri tek titullarët, të shumica e titullarëve, duke përfshirë pjesën e PD-s dhe pjesën e majorancës dhe pjesën e opozitës, mbasi sa vjen dhe komuniteti bëhet më i vetëdijshëm në lidhje me votën që hedh 1 në 4 vjet për të zgjedhur titullarët e tij. Faleminderit atëherë zoti Pone, nëse kishit ndonjë pyetje tjetër për kryetarin? Pyetje, mbas edhe jo, por edhe le ta diskutojmë së bashku. Për mua, domethënë, paktën si gazetar, ka rëndësi shumë të madhe ato që ne quajmë marrëdhënie institucionale,
edhe zoti Luane e shprehu bashkëpunimin e ngushtë të afërt që do të ketë me njësitë e pushtetit vendor. Duke dëgjuar zotin Gremi, edhe ne që kemi ndjekur problemet qoftë edhe me zotin Basha, në dy këto komuna vërtet kemi qenë shumë të pranishëm, mbas edhe ju e keni ndjerë dhe gjatë marrjes së mandatit tuaj. Po për mua del problem shumë i rëndësishëm dhe ky është pikërisht forcimi i këtyre marrëdhënieve institucionale, sepse kemi nga njëra anë, për shembull, organet e shëndetësisë, shëndetin parsorës, shëndetin publik, kemi drejtorinë rajonale të arsimit, të cilat kërkojnë pavarësisht se ai që do të vi fondi dhe ne dim se ç'bëhet, edhe unë kam parasysh një mbledhje të vitit kaluar kur ka ardhur puna deri në përplasjen e mikrofonit për dhe nga një kryetar komune, sepse në fundit me sa më kujtohet erdhi një fond për 6 shkolla. Po të ndalimit e shkollat, dihet pastaj me rrugë, me kopshe, me qendra shëndetësore etj. Kemi disa shkolla vërtet jashtëzakonisht problematike dhe kjo ndoshta përveç takimeve, tryezave të punës që ju do të keni, ndoshta do të doj një inspektim në vend, një ri-inspektim të freskët, me që jemi në përfundim të vitit shkollor dhe kemi pikërisht periudhën kur do të punohet për këtë. Nga ana tjetër, unë do t'ju kujtoja jo vetëm kryetarëve të nderuar të pranishëm që kemi për 2 komunat, por dhe kemi dhe 12 të tjera, po pas flasim në rang qarku, ndoshta bëhen 50, sepse pak është punuar dhe nga vetë njësitë e pushtetit vendor nga komunat, ose po të marrim dhe bashki të vogla, për shembull më kujtua Divjaka apo Roskoveci. Kërkohet vërtet një ndarje, një marrje përgjegjësie. Domethënë, as të mos ja shkarkojmë të gjitha, të vëmi dhe të qajemi tek qarku, tek zoti Luan konkretisht tek kryetari, apo në tërësi si institucion, por të marrim përsipër vetë ne çfarë do të bëjmë si komunë, mbasi nëse vërtet po marrim një shembull fare të lehtë, nëse do të vënë një bojt, mos bëjmë sikur e lyjmë me bojë, nëse do të bëjmë një pasarel, ta bëjmë tamam, nëse do të përmirësojmë infrastrukturën me atë që ne kemi për detyrë vetë si komunë, do ta bëjmë, si thua, me ndjenjë të thellë përgjegjësi edhe me moral të lartë. Mbasi edhe ne kemi ndjerë atë diku që nuk ka shkuar në rregull problemi menaxhimit të fondeve të vetë komunave. Kështu që do të dëshiroja për shembull që kjo punë e shkollave, me që javën që vjen fillojnë edhe në datën 8, mos gabojmë, mbaron një arsim, një pjesë e arsimit 9 vjeçar. Kjo kërkon që me njëherë të fillohet nga puna, mbasi zvarriten këto punë të shkollave deri thellohen bile. Ne kemi pasur, i kemi ndjekur, kuptohet problemet kur ka vajtur në thellësi, ka ardhur nëntori dhe dhjetori, në futemi tek dimri me detyre që ne duhet i kishim mbaruar. Unë po flas sikur të isha pjesëtar vërtet i një komuniteti të caktuar, pra futemi në dimër kur ne ato duhet i kishim mbaruar në stinën e thatë edhe vërtet në ditën e parë të fillimit të vitit shkollor, ajo që vërtet duhet bërë tjetë bërë. Unë po e nënvizoj dhe njërë të nevojën e një inspektimi, si mbas për infrastrukturën, për këtë, mbasi e shumë i nevojshëm. Pavarësisht se zoti Luan ju konkretisht e njihni shumë mirë gjendjen, por ka një pjesa tjetër e këshilltarëve janë të rinj, ata diku e din, po do të thosha që të mos na heqin kraba nga vetja, sepse kështu do të mblidhen të gjithë ata që janë njëkohësisht edhe kryetar komune ose këshilltarët e një komune të caktuar këtu apo në Mallakastër apo në Lushnjë, dhe s'do dim pasaj të vjemi në një ngërç, për shembull, kujt ja prishim vërtet ajo shkollë që është problemore, ajo rrugë që është problemore, dhe janë këto të mundshme fondet për të vendor. Unë mendoj që ka një ngjecje që nga ndoshta edhe përpara fushatës 18 shkurtit. Edhe zoti Gremja tha shumë mirë se çdo vinte ai në një këshill qarku që kishte marrë ato plaçkat, e ishte në ikje sipër, domethënë. Këtë jam i bindur që ju, zoti Luan, e keni parasysh edhe patjetër i njohim
vullneti dhe aftësitë tuaja dhe këta nuk e themi si plus për të bërë qefin. Se tokë me urimin e kemi dhe besimin, domethënë, në përvojën tuaj dhe në aftësinë tuaj vërtet për ta, unë do të thosha atë fjalën për ta bërë zap ato çështje që varen vërtet nga Këshilli i Qarkut. Duke i ndarë nga ajo që thot Zoti Evangel me prefekturën, po hidhen pa fare shkurt, nuk e shikoj tamam si paralel, po për herë i quajmë si dy institucione të rëndësishme të qeverisjes që ndihmojnë njëra tjetrën. Edhe nëse do të ndihmojnë njëra tjetrën mirë, atëherë them që edhe këto punë do të ecin mirë. Për sa i përket të parës, Kryetaret e komunave, sidomos këta të rinjët, unë përmarr Vajdin si një shembull të mirë të një kryetari komune, mbasi në çdo kohë, në çdo moment që e gjen Vajd Baçën, e gjen në mes të komunitetit, e gjen në Kallëm, e gjen në Veri, e gjen në Petov, e gjen në Brostar. Ndryshimin kryetari komunës e bën që në fillim sa shkon në atë institucion i cili ka marrë vetëbesimin për ta drejtuar komunitetin. Drejtimi fillon që nga institucioni. Që nga institucioni, Zoti Vajd ka filluar ndryshimin e parë. Një ndryshim të madh, një ndryshim që i bëri përshtypje gjithë komunitetit dhe mua vetë në veçantë, që nga pastrimi, lyerja, vendosja e tabelave ndaloi duhani para se të miratoi kështu që përveç kësaj në lidhje edhe me infrastrukturën, ku vend rëndësishme ka ushtuar rrugëve, pavarësisht i mungojnë fondet e duhura dhe ato që janë të domosdoshme për të kryer ato investime, të cilat janë shumëta dhe nevojat janë të shumëta në atë komunë. Një shembull konkret dhe një punë të mirë bëri Vajti në lidhje me furnizimin me ujë të pijshëm të fshatit Mbrostar, mbasi ai fshat kishte kohë vite të tëra i cili nuk furnizoi tani me ujë. Një ndërhyrje dhe një vullnet i kryetarit të komunës bashkë me stafin e tij bëri që brenda një jave fshati i Mbrostar të furnizoi tani me ujë. Desha të them që kryetarët e komunave duhet të kenë vullnetin e mirë për të punuar, sepse ka vende për të ndërhyrë, ka vende që kërkohet ndihmë nga drejtoria e ushtrisë, kërkohet ndihmë nga drejtoritë e tjera të cilat i kanë mjetet e domosdoshme për të ndihmuar dhe për të kryer një punë e cila është shumë e lehtë për të kryer, por që kur ajo nuk kryhet dhe nuk bëhet, atje ndëshkohen shumë njerëz, siç u thash për ujin e pijshëm, për një rrugë e cila ka nevojë për një urë, për 3 tombina atje mund të lësh një fshat të tërë që të mos komunikojë me pjesën e tij, atje ku ka nevojë që të lëvizi. Në lidhje me shkollat, të cilat ju e përmend, është vërtet që ka ndodhur një debat shumë i ashpër në Këshillin e Qarkut të mbarshëm në lidhje me ndarjen e shkollave, fondit për rikonstruksionin e shkollave në Qarkun e Fierit. Ka qenë ndërhyrje e kryetarit komunave, të cilat ka qenë ndërhyrje me vend, mbasi atje në radhë parë unë do të udhiqem gjithmonë me dokumentacion, do të udhiqem nga nevoja dhe jo nga bindjet dhe ngjyrimet politike që do kenë komunat. Dhe në punën time, në lidhje me investimet që do të kryen në shkolla, do të renditen gjendja e shkollave, renditjen e bën specialisti i përkatës, inxhinieri i ndërtimit, i cili i vendos të gjitha shkollat e Qarkut të Fierit, do të renditen në një tabel të veçantë mbi gjendjen e tyre. Ka shkolla të cilat janë në përfunduar në vitin 2006, ka shkolla të përfunduara në 2005 dhe ka shkolla të tjera të cilat kanë qenë të rënuara dhe të shkatruara përfundimisht. Unë di një pjesë të tyre, por stafi i cili është në qark dhe e përmend edhe ish kryetari që ka një nivel të lartë profesionalizmi, unë uroj ta ketë të nivel profesionalizmi, por gjën e parë unë këtë do të kërkoj. Do të kërkoj infrastrukturën e gjithë Qarkut në lidhje me rrugët, ujësies, kanalizimet, shkollat, të gjithë gjendjen në të cilën ndodhen këto pjesë të Qarkut. Atëherë të ndrojmë pak atmosferën. Mendoni se kjo detyrë juaja e fundit është stacionimi i fundit i juaj, apo egoja në politikë për pushtet do të thotë të ngjitësh dhe disa shkallë të tjera në karrierë? Shkallët në karrierë ngjiten me punë, shkallët në karrierë ngjiten me besim, dhe besimi është tek puna që kryen në lidhje me marrëdhëniet që kryen me gjithë
njerëzit, me gjithë banorët me cilët komunikon dhe ke kontakte të përditshme, të përhershme, të përvitshme. Unë të them që të vazhdoj kështu si e kam nisur, të vazhdoj këtu ku jam në qarkun e fjerit, pastaj puna është ajo që tregon dhe vazhdon e zhverdimësia. Dhe së fundmi, duke qenë se dhe minutat e emisionit po shkojnë drejt fundit, cili është Luan Muça jashtë profesionit dhe jashtë detyrës pranë familje? Normal, korrekt. Përgjithësi ne kemi qenë të ngarkuar me punë, nuk na kanë në fushata, kemi qenë të ngarkuar gjatë gjithë kohës, si në zgjedhjet, në fund ne kemi qenë të përfshirë në zgjedhje dhe zgjedhjet kanë një të mirë që kanë vazhduar nga 5-6 muaj në vendin tonë, marrin zgjedhjet e përgjithshme nga një vit e gjysmë, fillojnë ato lokale. Unë përgjithsisht kam qenë angazhuar shumë me zgjedhjet, kam pas një angazhim në ndegën e Levanit, me 3 komunat, të cilat atje kam pas dhe një rezultat shumë të mirë. Kam pas një ngarkesë edhe në ndegën e PD-s, antari kryesisë saj, plus sa edhe në punën e sekretarit përgjithshëm ka qenë një ngarkesë shumë e madhe, mbasi menjëherë mbas fitores së Partisë Demokratike në 2005. Prefektura ka qenë një institucion i cili ka pritur dhe përcjell shumë pjesë të banorëve të Fierit, shumë banorë të qytetit të Fierit. Kam qenë unë ai që kam pas ngarkesë kaq të madhe, por në përgjithësi kam qenë i lidhur me Unë do të dëshiroja me që u hodhëm në këtë, do të dëshiroja këtu e kam shumë miqësisht shoqërisht, që kryetarin e qarkut ta kishim edhe lexues të librit, edhe tifoz të zjarrt të sportit, edhe të teatrit, në përgjithësi të jetës në kohën e lirë, po e lirë për shembull edhe po thithemi edhe në periferi, për shembull na bësh shefi kur ekipi Çakranit filloi si pa ashtu dhe krijojmë një ekip futbolli. Krijojmë një ekip futbolli në Çlirimi. Domethënë do të thoshe që ta gjallërojmë dhe këtë jetën shpirtërore, sepse është ana tjetër e jetës, zoti Luan, domethënë ashtu siç flasim për infrastrukturën, po ato janë të lidhura pasaj edhe me botën shpirtërore, se një shkollë e bukur, me kopsh, me bibliotekë, do të bëhet edhe një vatër e edukimit, një vatër e përthirrjes, kur do të kemi një terren sportiv, do të kemi mundësi pra hidhemi të jeta shpirtërore e njerëzve, që nga fëmijët e vegjël, që nga ata të kopshteve dhe deri tek maturantët, edhe të pjesa tjetër e rinisë që jeton edhe banon në fshat. Në kuptim që të mundemi të zvoglojmë atë raportin midis atyre që ende duan të ikin dhe atyre që duan të rrinë në Shqipëri. Dhe qëllimi ynë ky është në fundit, që ne të bëjmë Shqipërinë, të bëjmë qarkun e Fierit sa më të mirë, edhe unë këtë do t'i uroja që t'i lidhnit edhe këto ante që fare pak vend të ju lamë. Atëherë, ne ju urojmë suksese në detyrën e re. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne dhe që pranuat ftesën e televizionit Apollon. Njëkohësisht ju falenderoj edhe ju të nderuar shikues që qëndruat këto 60 minuta me ne. Bashkë mirupafshim të njëjtën e ardhshme. Jo vetëm politik. Jo vetëm politik. Jo vetëm politik. Jo vetëm politik. Aktualitet. Biseda në studio. Personazhe real. Jo vetëm politik. Art, kultur, sport. Të gjitha në një show debat. Jo vetëm politik.